Shikues të televizionit të UTA, jemi së bashku në studion e Ditë e Re. Sot do të flasim për një temë që në fakt është edhe një temë diplome, por e cila besoj se ka shumë rëndësi, sidomos në atë që dy popull bashkohen së bashku, shqiptarët e Malit të Zi edhe shqiptarët e Kosovës. Tani, të kryesh studime dhe në fund ta finalizosh me një temë të tillë siç është kontributi i Bashkisë Islame të Ulqinit gjatë luftës së Kosovës vitet 1998-1999 ishte një përzgjedhje më së qelluar e studentit, nëse mund ta them në këtë rast, por edhe le të themi ai i cili shpeshherë është së bashku me neve në studio, Imam Astrid Nika, përshëndetje Astrid. Përshëndetje. Faleminderit shumë për ftesën dhe të montoroj për këtë, se na jam mësuar me ardhmë për tema të tjera këtu në emisionin tuaj, por është një zgjedhje e mirë dhe falenderoj që na keni përzgjedhur. Studimet të një fakulteti të dytë tashmë për ju, në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë. Nëse pyes nga fillimi, pse ishte përzgjedhja pikërisht në Prishtinë të bësh studimet në këto moment, ndoshta në këtë 4 vjeçar, na trego pak për fillesat. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit, falënderimet e kanë Allahut, salavat e selamet janë për pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Do të mundohemi në pika të shkurtra, sepse kjo është një histori e gjatë, por ta marrim shkurtimisht në pika të shkurta. Fakulteti i dytë, si më thonë unë, e kemi nisë studimet e fesë në vitin 2004-2008 në medresen e mesme Alaudin në Prishtinës. Tani fakultetin e fizioterapisë në Shkodër 3 vite. Pastaj jam punësuar si imam në xhaminë e Zogajve. Dhe desha ta ceki këtë fillim studime ishte e rëndësishme sepse na zakonisht pritojmë ose kur hym në punë demelosemi, fillojnë punë tjera, angazhime tjera, familja, martesa, fëmijë e kështu me radhë, por duhet ta jap si shembull për veten rrallëpar, ta inkuroj veten, pastaj secilin për ne se kemi shumë shokë të cilët ata filloja, mos ta filloje, e zgjasim, zvarritemi me këto gjëna, por shoku i mirë, miku i mirë të ndihmon. Edhe këtu duhet gjej rastin të falenderoj dy miqtë e mi të mirë, Hoxhën Burhan Filin, i cili është i njoftun për opinionin e gjarë dhe kontributin e Rushdi Mollës, një emigrantit tonë i cili jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ata kanë shtytësit e mi që të vazhdoj studimet. Si më thonë, Burhani Hoxha në kështu me bisedat e tij, me mbështetjen e tij emocionale, shpirtërore kështu me radhë, dhe Rushdia me mbështetjen financiare. Edhe kjo është një gjë që mrekullueshme sepse tash mbrapa e kam kuptuar edhe vetë, sepse jeta vazhdon. Kalojnë 4 vite, të nëse regjistrohesh, arrin ta përfundosh, edhe nëse nuk regjistrohesh, prap vitet kalojnë. Kështu që i bëjmë thirrje gjithkujt, unë gjatë rrugtimit tim kam ftuar edhe shumë kolegë të mi, të cilët hajde të bashku, hajde të shkojmë bashkë, të vazhdojmë bashkë, sepse njeriu ka nevojë për nxitje, për shtyrsje, sepse zakonisht fatkeqësisht na jetojmë në rreth shoqënisë që çapo duhet, tash e ke një shkollë, çapo duhet lënë i punësuar mirë, s'po duhet gjë, ose tash që e përfundove akoma të rrit rrugë, ose këto punë tona, thonë që nuk kanë shumë rëndësi, sepse studimi, sidomos tash fakulteti i dytë është edhe më i lezetshëm sepse je më i rritur, je më i maturuar, më i pjekur, i kupton gjëra të ndryshe, i shet gjëra të ndryshe. Edhe nuk mund ta përshkruaj atë emocionin kur jam kthy mas 8-9 viteve përsëri në provim. Ajo ndjenja, emocioni i provimesh janë të papërshkrueshme. Pse në Prishtinë përsëri? Le të themi pas atyre studimeve të medresesë dhe pas shkollës medresesë, por pse Prishtina ishte zgjedhja? Në fakt kam dashur të bëj në fillimet e mi kam dashur të bëj një diçka tjetër, sepse sa është thash shkolla mesme në Prishtinë, fakulteti fizioterapisë në Shkodër, kam dashur në Shkup, kam tentuar në Shkup, tash ti provoj të trija këto, por Shkupi nuk e kena atë lidhjen me Maqedoninë si e kena me Kosovën. Është edhe më larg, autobusat, lidhja, trafiku të kështu me radhë, kështu që u rikthyem përsëri në Prishtinë. Prishtina është për ne është ne rrit atje, edhe shumë studentat tonë, por sidomos na për veti kam shku si fëmijë në vitin 2004 në Prishtinë dhe në 2008. Pastaj lidhja jonë me Prishtinën është e kaheshme me Kosovën. Për shembull, ka studiu baba jam këtu 50 vjet më herët. Unë, motra ime, tash së fundi, edhe shumë tjerë, pra ne jena të lidhur me Kosovën. Kështu që
është e pashmangshme. Ne edhe në librin tonë të shenjtë në Kuran e kemi fjalën lexo. Edhe tani nuk duhet të ndalemi së lexuari dhe së mësuari. Viti i parë para se të mbërrim tek finalizimi, kishte vështirësi apo më shumë pjekuri ashtu siç the edhe? Viti i parë për mua thash më tepër pjekuri e shijim. Kështu lezet, tham kam një lezetin këtyre 4 viteve që pa imagjinueshme. Sepse unë kam pas shumë kujtime. 2004-2008 na kena shku ka Rozhaj, ka kulla, ka peja, këta. Domethënë kena bën 8-9 orë rrugë, borë, vështirësi e kështu me radhë, kurse tash jemi shku ka Shqipëria me 4-5 orë, domethënë ka kanë lehtësim i madh. Edhe është interesante se unë përsëri këto 4 vitet e studimit, kanë qenë shregullt, por shumicën e kohëve unë kam qëndru përsëri në medrese, në konviktin e medresës, aty ku jam rritë si nxënës, dhe përsëri kam qëndru aty dhe kam vazhdu studimet e ata, ma kanë mundësu pra një gjatë tillë, edhe të shifsha nxënësat, kujtimet riktheshin, pra ka kanë diçka një, por tash si më i maturuar. Përsëri student, por pak më i pjekur. Më i maturuar. Ju le të themi e praktikoni punën edhe jeni imam i punësuar, të shkojmë te kjo, por në Fakultetin e Studimeve Islame mësohen akoma gjëra të reja, ta themi, edhe për te asaj që është puna juaj e përditshme, është edhe një profesion i zgjedhur. Por kur hyn përsëri në fakultet, siç është Fakulteti i Studimeve Islame, mësojmë gjëra të reja dhe pse je çdo ditë e themi me atë profesion dhe pse jeton me atë profesion? Mësohen gjëra të reja, mësohen gjëra më thellë, më thonë hypes në shkollë mesme mësohet ajo fillimi, gjërat elementare, këto shkohet paksa më gjatë, mësohen pak më ngjënësi, mësohen edhe mëdhëhebe të tjera, gjëra të tjera paksa më thellë, edhe si më thonë është më gjansisht gjërat edhe kurse kur je tash si edhe hoxh edhe punon me ta për ditë edhe është edhe më lehtë, edhe më lehtë. Të dalim tek ajo, le të themi, fryti final që 4 vite studime finalizohen me një temë diplome e cila për ju besoj se ka pasur atë mirëkuptimin edhe një ndoshta mirëpritje më të madhe dhe më të veçantë kur e lexojmë vetë titullin Kontributi i Bashkisë Islame të Ulqinit gjatë luftës së Kosovës, vitin 98-99. Pikëpari pse përzgjodhe këtë temë? Të pyetje shumë e vënë se aty desha dalë se edhe kjo përzgjedhja e temës nuk ka kur gjë rastësisht në jetë. Edhe unë studimet i kam përfunduar provimet në 2023-ën. Domethënë kurse tash jemi 2025, janë 2 vite. Edhe temën e kam përzgjedh pothuajse ka gjysa 2023-s. E kam përzgjedh edhe kjo është thash pjesë interesante sepse na zakonisht u pritojmë ose neglizhenca, kujtohet atëherë, si mos jarë dhe kjo temë, kujtohet si Meftiu i Kosovës, Naim Tërnava, kishte një promovim librit. Unë isha këtu në Elqin, edhe Hoxh Burhani më thotë, jam të shku në promovim librit apo vjen me mua. Ose apo vjen, sa në fakt ishte në Shqipëri unë këtu, si thash, neglizhenca, pak pritesa, por thash, hajtë se po shkoj. Edhe unë nisa shkova atje në promovim të librit, para se të bëhet promovimi i librit, na jam me këto kryesorë të Bashkisë Islame të Kosovës, dhe kur tregova i Ulqinit, atëherë njëri prej tyre, doktor Sabri Bajgora, më thotë, mes tjerash më thotë që Ulqini do të ka dhënë kontribut, Bashkia Islame ka dhënë kontribut të madh për gjatë luftës Kosovës. Unë fort nuk isha i njoftur me këtë gjë, ato linje e Shkëndija që se tha ka argumente, ka dokumente, ka gjëna, unë s'kisha njohuri hiç për këto gjëna. Dhe atëherë më herë mora shënim titullin e diplomës dhe thash kur të kthehem në Elqin do të vazhdoj dhe do të bëj këtë temë diplomet, sepse ata kanë njohuri, këtu ndoshta ka por nuk dihet, edhe atëherë këtu vendos. E thash bona këtë hyrje kështu sepse na shpeshherë thash ju pritojmë lëvizje, po një lëvizje të qetë diku që del tash në përfundim që do të jetë diçka e bukur inshallah. Sepse është edhe një shprehje arabe që thonë el bereke fil hareke, bereqeti është në lëvizje. Pra kur lëvizen mëson, shikon, që pra janë një lëvizje për diçka tjetër për promovim librit, por që del një del diçka tjetër e mirë. Çfarë le të themi mësove gjën e parë kur fillove të hulumtosh për temën tënde edhe të punosh në temën tënde? Në rrallë parë
kjo është kjo temë që nuk mundet më bë pa lëviz, pa shku, pa fol me njerëz, pa marrë kontakte. Në fillim përsëri kjo neglizhenca jonë që nuk ka, bile kur zgjodha mentorin, tham si ta bëj, nuk ka dokumente, nuk ka forgjana, pa i vazhdo, po nëse domthon në momentin që hina, në momentin domthon duhet lëvizësh, duhet të ecësh, po të fillosh edhe dalin krejt. Edhe kur fillu me, në arkivin e Bashkisë Islame që duhet ta falenderoj shumë kryemomin Ali Bardhin, i cili për çdo ditë ka qenë me mua aty gjatë hulumtimit. Kam pa që ka dokumente, janë rujt gjanat, mos e ndaj dikush ka punuar atje, dikush ka punuar atje, dikush ka injizu, dikush ka fotografu, gjithë janë kanë të hapën, si më thonë, edhe kam pa që ka sa dush, bile tash që kam përfundu temën, kam lënë disa gjëra tjera që si kam paraqitur aty, po inshallah do t'i kompletojmë më vonë. Në fakt, çfarë kontributi kishte dhënë Bashkia Islame gjatë luftës së Kosovës? Unë tash ka kanë kontribut jashtëzakonshëm i popullit tulqinit, por unë jam fokusuar i kam përmend pothuajse në pika shkurta të gjitha, por jam fokusuar te kontributi i Bashkisë Islame. Ka dhënë kontribut jashtëzakonshëm, si thash popullit tulqinit, por edhe Bashkia Islame. Unë temen, po filloj tash ta zbërthejmë pak. Teme, kam dhënë kapitulli i parë flet për rolin e besimit islam në mikpritje në mes të atij tjetrit. Edhe këtu është ky është një kapitull i rëndësishëm, sepse feja islame na mëson me kanë ndihmë atij tjetrit, me ndihmu e kështu me radhë. Edhe këtu kam bërë një lidhje me hijretin, me shpërnguljen, kur muslimanët janë shpërngul prej Mekës në Medinë, se i kanë prit Medinasit. Edhe këtë kam bërë kur janë shpërngul vllazët tonë të Kosovës në Ulqin, se i kanë prit vllazët e vet të Ulqinit. Edhe këtu jam mundu me disa shembuj të asaj kohe, por edhe të kohës tonë, sepse nuk është jetu feja vetëm atëherë, tash s'ka më. Por edhe këtu kam marrë disa shembuj që ndoshta m'ia vlen njërin ta përmendim. Është shembulli i arsimtares tonë nderuar Syme Kokaj, Haxhi Symës, se cilën kemi kanë këtë ditë në Haxh së bashku, e cila është një thesar për ne që duhet ta ruajmë, të bisedojmë, të rrimë me të, sepse është jashtëzakonshme. Me siguri keni pasur rastin edhe të flisni me të, ose ta keni edhe profesorish. Ajo tregon, thotë, Symja tregon në atë mënyrën e saj, që ndoshta nuk muj ta bëj atë, thotë, por kur kam në gjuhë thotë që kanë ardhur refugjat në Ulqin, i kam thonë të burrit tem, të shkojmë ta marrim një familje. Kur ai jeton në Malit, po shkojmë ta marrim sepse ne kemi borxh të Kosovës. Jemi shkuar në Kosovë, jemi rrit në Kosovë kështu me radhë, dhe kena marrë thotë një familje, një çift i ri me një fëmijë të vogël. Dhe tash imagjinoj, i kena marrë, tash po flas edhe me qendër trupi, i kena marrë thotë në shtëpi 1 vjet e 2 muaj. Domethënë të flasësh për këtë kohë që ndoshta sot miqtë tonë, familjarët tonë i presim, thojse po them me bezdi ose me të mosh në familje për 1 vjet e 2 muaj është një gjë e mrekullueshme, të cilën pra jam mundu ta lidhë me këtë mikpritjen që është bën në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ky është kapitulli i parë, në pika të shkurta. Kapitulli i dytë kam folur për historikun e luftës Kosovës, shpërnguljet e shqiptarëve qysh më herët deri në ditët e fundit. Për dalë tash te kjo kontributi i Bashkisë Islame, këtu kam kontributi i Bashkisë Islame të Ulqinit, këtu kam pa dëshmi me fotografi që xhamiat janë plotë për plot. Tregonte ish kryemami Rahmetli Replika, bile më ka thonë edhe mu, pa thotë edhe një dokumentar, ka thonë edhe mu personalisht, kur i kena pa, thotë, kena kujtu në fillim se janë pak, do t'jenë pak 2-3 makina, një autobus 2, o kur i kena pa, thot, autobus mas autobusit, makinë mas makinet, atëherë të t'jena mbledh, kena thonë, që të bëjmë me këta njerëz. Kujtojmë se atëherë Bashkia Islame e Ulqinit ka pas 5 xhamia. Dhe se xhamia e Pinjeshit dhe Vlasht vogël nuk kanë. Edhe thot, gjëja e parë që na ka rënë mend ka kanë t'i hapim dyert e xhamiave. Edhe kon hap 3 xhamia, xhamia e Lamit, në Hall 3, xhamia e Mezjahut, që ishte aty te kozmetikësit e nalt, edhe xhamia e Kronit Pashës atje te Kalaja. Kon hap dyert e xhamia dhe refugjat e parë janë sterhuar në xhamia. Edhe këtu është bërë një punë e madhe në Bashkisë Islame, që është bërë strehimi i tyre me një herë. Edhe thot mas andaj thot përsërian të fjalët e imamit Rexhepliks, rahmetlis, ku thot ta i strehume, po ç'a të bëjmë, ta dojnë edhe ushqim. Edhe jemi marrë thot vesh, kemi hap kuzhinën humanitare. Pra nëpërmjet një
ish restoran Pomoranxha. Edhe aty thotë është hap kuzhina humanitare ku janë ushqy 1000 deri 1500 persona çdo ditë në vaktin e drekës. Pra është aty kanë ardhur kontributi njerëzit kanë pru, dikush ushqim, dikush miell, dikush tamel, dikush oriz, dikush pra krejt kontributi i qytetarëve të Ulqinit. Edhe kjo gjatë bisedave me njërin prej kuzhinierëve që kanë punuar në atë kuzhinë, që jam miqdasht për temë, Nail Baraktarin, Haxhi Nailin, thoshte ka çu Zoti bereqet mall. Kur pru njerëzit ushqime thotë që s'kena ditë ç'a me bë me ta. Si më thon, aq, do të ushqesh 1000 persona në ditë, 1500 persona në ditë është gjë e madhe, por krejt të njerëzit, dikush prej marketeve, dikush prej shtëpive, kur pru thotë gjë të madhe, bile. Po çeki këtu te ju, ai thoshte aq ka çu Zoti bereqet, saqë thotë me pa mush atë kazanin e ushqimeve me ujë edhe me vu kapakun. Në vakt drekset me pa he kapakon kam përshtypjen se kishte dalë gjellë. Është domone tregon në mënyrë simbolike, por aq shumë të ka çu Zoti bereqet. Pra kjo është një kontribut i jashtëzakonshëm i qytetarëve të Ulqinit, Bashkisë Islame. Normalisht kanë gjithë në koordinim njëri me tjetrin. Ju po flisni edhe me të vërtetë është e bukur që pikës pari keni marrë iniciativën pikërisht bëni këtë temë, sepse ndoshta ne gjeneratat më të reja nuk e dim ne dim se çfarë ka ndodhur me Kosovën, por e dim që kemi një lidhje shumë të ngushtë, por nuk i dim këto detajet. Dhe kjo është më e bukur që mos ta harrojmë atë dorën që kemi shtrirë për njëri tjetrin. Gjitha këto bisedat që ki bërë me personat në fjalë, edhe gjitha këto dokumentare që janë gjetur, por flas për bisedat konkrete edhe që i kpetur sy në sy, kanë qenë të gatshëm një herë të flasin? Po, kanë absolutisht të gatshëm edhe me dëshirën më të madhe, bile të gjithë që i fliqim u riktheshin në atë kohë me emocione, gati edhe mes lodhëve. Por e the e bukur këtë pjesën sepse kjo nuk është para 500 vjetëve, as para 100 vjetëve, kjo është 27-8 vjetë sa janë, edhe si mos të flitet, mos të shkruhet, është simone pa imagjinueshme, por elhamdulillah që na boni Zoti risk, simone falenderoj Zotin që na boni punëtor që të nxjerrin në dritë një akt historik dhe të jetë mesin dëshmi për brezat e Vlerësuesit, profesorët vlerësues, si e pritën gjithë shtjellimin e temës tënde? Profesorët e kanë pritë në mënyrë të mrekullueshme, bile janë mahnit, edhe faleminderit në thatën që na ke rikthyer edhe herë në atë kohë, edhe normalisht ka kanë faleminderit Zotin me vlerësimin maksimal, por unë i thash edhe ditë atyne, normalisht janë shumë gëzuar që i kam përfunduar fakultetin, sepse është një 4 vite shkumje, ardhje, mësime, lodhje, shpenzime, kështu me radhë. I thash jam shumë më i gëzuar për temën se sa për fakultetin, sepse është temë që ja kanë ngërthyer në vete, me këta që e kam biseduar, është bë akte dhe bile thash edhe një falenderoj në fillim, po ju falenderoj përsëri juve, sepse është një gjë e bukur që do të mesim. Le shpresoj lut Zotin që të ndalë edhe në dritë botohet. Bila ditë aty gjatë diplomimit kanë edhe të pranishëm edhe një organ i shtetit, instituti i krimeve, të cilët sepse pata dëshirë ta kem sa këtu me temën e diplomës, por ata ma kërkutën edhe ju llash atyne. Pra shteti i Kosovës kanë hap diçka dhe janë duke u marrë me këto gjëra. Por që mos ta harrojmë, Bashkia Islame ka dhënë një kontribut edhe për sepse thuhet që kanë deri në 100.000 persona në qytetin e Ulqinit. Çdo shtëpi pothuajse ka pas me refugjat. Edhe këtu ka pas raste vdekjes. Edhe Bashkia Islame ka dhënë një kontribut edhe në varrosjen e tyre, në mënyrë dinjitose, ku i kanë varros tek xhamia e Zogajve dhe xhamia e Pistullit. Si mbas të dhënave që kemi gjetë na, kanë diku 71 persona që kanë ndruar jetë. Edhe që janë të varrosur në komunën e Ulqinit. Janë varros, kurse mas luftës, bile deri tash voni kanë zhvarros që i kanë marrë tek familjet e tyre atje. Janë fakte shumë interesante, për cilat unë për vete po dëgjoj për herë të parë sot me shifra dhe me fakte më konkrete. Fotografi që ne i sjellim edhe kohë pas kohe gjatë kësaj interviste, çfarë të bëri përshtypje edhe në xhamijat apo në fotografitë e atëhershme me tani? Tu gjejt rastin të falenderoj profesor Jusuf Liken, i cili ka bërë një punë të mrekullueshme. Ka hyrë në secilën xhami me kamerën e tij private
edhe i ka marrë ato imazhet asaj kohe, bisedat, ka bërë intervistën atë kohë, ai vetë ka folë, vetë ka inxizu, ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Ndoshta për atë kohë nuk kanë pas vlerë, por kur ti shikosh sot që nuk ka kur gjë tjetër përveç dokumenteve, fotografive të tija. Po ashtu edhe Gazmend Çitaku me aparatin e tij ka bërë punë të jashtëzakonshme, ka fotografu. Ja shohim sot se ka kanë një gazetë në atë kohë Kronika, cilin Gazmend Çitaku edhe Ilir Çapuni e disa tjerë kanë punonte. Ndoshta për atë kohë s'ka pas ndonjë vlerë të madhe, por sot i thoshe ku më marr me gjetë se ndoshta ndonjë numër nuk e kam pas, thoshe domthon ka vlerë të jashtëzakonshme. Edhe rahmetlia gazetari Ibrahim Berjashi, ai ka bërë një gazetë Shpresa, i kam pas 2 numra, që falenderoj Ismet Kallabën, profesorin Ismet, që mi ka siguru 2 numra, ajo ka pas 4 numra që janë për atë kohën, por këtu shihet sa është e madhe vlera e shkrimit, vlera e dokumentimit në fotografi, e kështu me radhë që na fatkeqësisht nuk i japim shumë rëndësi, se thonë bile edhe unë që po flas, ose të tjerë që ndëgjojnë, i lajm ashtu gjanat, por mas disa kohë kanë vlerë të jashtëzakonshme. Mas tishin ata fotografi, ose ata dëshmi, ata shënime që janë marrë në atë kohë, sot s'kishim pas kur gjë. Tani të bëj një pyetje, mos ma keq kupto. Nëse gjithë këto refugjat që kemi pasur dhe që kanë qenë nga Kosova, janë pranuar nga Bashkia Islame, jo gjithë kanë qenë muslimanë apo jo? Dyert janë hapur për gjithë pa dallim. Ka pasur të tjerë. Kjo është një tjetër veçori e bukur, le të themi, e asaj çfarë na mëson Islami. Bile shumë e vërtet mirë the, bile Bashkia Islame kam gjetë një dokument që komunës Sulqinit që shënon që brenda një periudhe aty kallëzon me date, kanë qëndruar në xhamia 802 persona. Pra në 3 xhamia. Këto janë ndru, nuk kanë qëndruar refugjat tant kohë në xhamia. Por domthonë pikë synimi ka kanë baza, kanë shkuar në xhamia, tani qytetarët e Ulqinit i kanë marrë në shtëpia të veta, dikush ka pas ndonjë të afër, dikush në një mik, në një shok, i kanë marrë edhe në kamper që kanë qenë te plazhi i madh, por domthonë si bazë kanë shkuar aty. Ndoshta fillimi 3-4 muaj, por 4 muaj kur në bazë dokumenteve, kur në xhamia të hapna. Ke gjetur le të themi edhe ka pas, të ndërprerje, ka pas emra aty që ka pas. Se këto që ka shënuar komuna janë të gjithë emra mbi emrin edhe qyteti. Por edhe ka pas edhe emra për tyre që janë normalisht festë katolik. Ke gjetur dhëna sa kanë qenë të një gjinia apo moshat apo si kanë le të themi cilat kanë qenë të ruajtura më detajisht gjërat, si kanë qenë gjërat të ruajtura më detajisht? Nuk janë gjitha tash, nuk janë gjitha këto me emra, me mbi emra, fatkeqësisht unë munduam se kjo nuk është, si thava më herët, nuk është larg kjo punë, ka 27 vite, jam munduar në arkivit të Ulqinit, nëpërmjet në arkivit të komunës, nëpërmjet disa tjerëve, bile Haridin Kovaçi më ka thënë që kam shikuar edhe unë, nuk ka dokumente në arkivit tash. A janë as janë, unë nuk e di, por kjo është kohë e gjatë, por për shkak për anë të malit, Haridin Kovaçi ka bërë një punë të madhe, sepse i ka përmend gjithë me emrin, me mbi emrin, i ka krejt refugjat sa kanë në anë të malit. Që diku me shifra janë tek 1200-1300 persona që kanë qenë në anë të malit. Po ashtu ka pas edhe në kraj, një numër më të vogël, por ka pas në kraj. Ja mundu të marr emra, të marr shifra, numra, por nuk kam arrit. Ose i kanë humb, ose kanë vdek ata që i kanë pas të shkruar ose diçka. Por këtu ka pas, thash, ishte afër kjo punë dhe ka pas dëshmitar okular që janë gjallë, që kanë punuar me atë kohë, që kanë marrë në shtëpi aty në, siç përmendë rastin arsimtar Syme, ka me qindra raste, por si më thon, shënime ndoshta edhe ka, por a ruajnë kontakte akoma? I kpyetur këto le të themi të intervistuar që a ruajnë akoma kontakte me familjen? I kam pyetur shumica prej tyre, ka disa që edhe kanë nej shkurt, 1 javë, 2 javë, 3 javë dhe rrëmuj të llovis, janë arrit ndoshta më marrë se emrat, nuk ka kanë kjo kohë sot me telefonave, internetave këtu në gjona, por sa para 1 javë të vdiq Hairullah Hajdari, edhe aty ishte prezent një familje që kanë qëndruar gjatë luftës pra që kishin qëndruar gjatë luftës, kishin ardhur në ceremoninë e varrimit. Edhe këto s'ka çare mos më rujt të gjana, sepse kanë ndihmuar në momente shumë të vështira. Kush ishte prezent në ditën e diplomimit? Ditën e diplomimit, kjo është kryesorja, unë ishte familja,
ku të gjej rastin kështu ti falenderoj publikisht, ti falenderoj valla ditë, inshallah Zoti është problem më të mira, rrallë par babën, nanën, nusën, bashkëshortën, rjetën, gjyshen, fëmijët, të cilët unë tanë kohën jam lëvizje, ata kanë atë barën më të madhe. Edhe 4 vite rruga shko eja, fëmija janë, për shëqysh Zotit, falenderoj Zotin edhe ata që kanë bë, se mas me para, kanë ata me në qëndru afër fëmijëve, se mas kisha mujtën me pas këtë lëvizje. Pra ka kanë familja, edhe ka kanë prezent kër imami i Bashkisë Islame të Ulqinit Talibarët, i cilin taç edhe herë falenderoj për ndihmën e jashtëzakonshme që ka dhënë gjatë kësaj dipunimit, edhe që ka marrë hapa më ardh atje. Ka kanë prezent kër imami i Bashkisë Islame të Tivarit, Muhidin Milahimi, ku e falenderoj edhe të jashtëzakonshëm, sepse është një copë rrugë për më ardher atje, por kanë gjetë kohë, kanë ardhur. Pastaj hoxhallarët, cilët jam rrit, Imam Mirsadi, Imam Vahidi, Imam Edini, cilët kanë ardhur atje, Ariani që ka kanë prezent atje. Kështu që ata i kanë dhënë edhe jeshim më të madh ditës diplomimit, sidomos edhe tek ata profesorët që kanë në komision, ku duhet të gjejnë rastin i falenderoj ata, që ka kanë dekani i fakultetit, pjesë e komisionit, mentori im, doktor Sadik Mehmeti edhe Vedat Shabani. Ata janë befasu kur kanë po aty në publik kër imamin e Ulqinit dhe Tivarit, se nuk është se shkojnë shpesh, por ka kanë tema ngjarje interesante dhe i kanë dhënë lezet. Edhe gjetë rastin ta falenderoj mentorin, sepse na studentët kena qef me kalu letë. Ta themi shtë në përgjithsisht, kena qef me bo temen edhe... Ta përfundoj. Me përfundu. Në momentin që unë kam mendu se është përfundu tema, ja dërzoj ati, ja dërgoj me email, edhe tema ka kene lexeshme edhe nxitëse që ka lexu shumë shpejt, edhe ndoshta ja kam dërgu para ditje, mas ditje më kthen përgjigjen me vrejten, kur hapi emailin, krejt kuqe. Se më me këto, o thamë, Allah, Çfarë punoj më? Kur e pash është të koq u merret keq. Por kjo koq më shtini që vazhdoj prap, edhe kam gjetë pothuajse gjysën më tepër kam gjetë herën e dytë. Se ta kishte pranuar profesori atëherë nuk ishte dalë. Shumë dhëna ndoshta nuk do të ishin bërditur edhe nuk. Bile një dosje e kam gjetë mas kësaj, një dosje në Bashkinë Islame që nuk e kam pa deri atëherë. Hajt të hulumtojmë edhe një herë edhe e kemi gjetë aty. Pse do t'ju propozoje të rinjve që të vazhdojnë studimet në Fakultetin Islam? E thash edhe fillim, jo vetëm Fakultetin e Studimit Islame, po kudo që të jenë duhet vazhdojmë, duhet me tecesh, sepse këtë lezet, këtë shijim të kontributit ose të punës që kam di unë tash, nuk kishte kanë mangësi mas me pa të bo. Sepse thash, si thash vetëm vitet kalojnë, ose nëse regjistrohena mas 4 viteve arrin bën diçka, nëse nuk regjistrohet prap koha kalon. Tash jemi prap në atë dilemën tjetër se mas Fakultetit të Studimit Islame është masteri. Bile edhe ky mentori im profesori Sadik më thatë që unë shpresoj që të vazhdosh studime master, ta vazhdosh edhe temën. Sepse unë jam fokusuar te Ulqini, kurse kontributi ka qenë krejt mali zi, me sidomos pjesa Rozhajit. Në Bashkinë Islame Rozhajit edhe refugjat aty kanë ardhur. Po. Edhe bile më lasi amanet që gjatë studimeve master të vazhdosh edhe temën, mund ta shtrish në krejt malin e zi, jo vetëm në qytetin e Ulqinit. E tham edhe në fillim që duhet të vazhdojmë, sepse na ndoshta kapemi vetëm tek të ardhnat materiale që ke përfitim tipi kësaj, por përfitimi që njeriu arrin njohje të reja, lëvizje të reja, studime të reja, këto janë të nuk paguhen me pare. A je më krenar sot pas përfundimit kësaj diplome dhe të këtij punimi të temës masterit, të temës së studimeve që je pjesë e Bashkisë Islame? Nga kjo çfarë zbulove me këtë temë? Nuk diskutohet. Le thosh elhamdulillah, kishte kanë gjuna mos me falënderoj Zotit që më bani mua punëtor që ti nxjerrim këto gjëra ndrit se kishte kanë gjuna mos me dalë në pa këtë kontribut, i cili ka ardhur natyrshëm. Natyrshëm, sepse Islami thamë edhe në fillim që nxit njeriu që me ndihmu, me bashkëpunu, me punu, pa dallim feje, këto gjërash. Edhe normalisht që ndihim krenar për këtë gjë, por edhe që arrit me një farë përfundimit,
Sepse njerëzit, se kam postuar në Facebook një story aty më shkruajt një bilenjeri për ty më thotë çfarë i bën tash. Atë tash që ki përfundu fundoj çfarë i bën, thash hoxh. Po ti hoxh që kanë. Po. Domthon njeriu gjithmonë është edhe gjaja më e madhe është me kanë hoxh, me kanë shërbim, me kanë shërbys ndaj komunitetit, njerëzve, familjes së gjithëve. Nga gjitha ato çfarë ke nxjerr nga arkiva dhe nga gjitha bisedat që ke pasur, çfarë do të jetë diçka që të mbetet edhe do të mbes në mendje për ju? Do të mbetet mendje fjala e ish-kryimamit Recep Likës, Rahmetlis, i cili ma ka thonë mu personalisht, kur e ka thonë edhe në një intervistë, ajo është se lufta e Kosovës ka qenë sprovë për vllazërit tonë të Kosovës. Por njëkohësisht ka qenë sprovë edhe për ne, sepse kena mujt me u korrit. Por shëqyrë Zotit kena dalë faqe bardhë. Edhe ashtu siç dole faqe bardhë në këtë punim diplome, uroj që së shpejti ta kemi në duar edhe të botohet, pasi të shtohen çdo detaj që edhe vetë që ke dëshirë ta plotësosh më shumë, të lexojmë dhe të kemi faktet kështu para vetes. Shpresoj. Faleminderit. Faleminderit. Shikues të televizionit të UTA, ishte kënaqësi që sot folëm mbi një temë diplome, e cila ndoshta kur themi në fillim do flasim për një temë diplome nuk na duket shumë e rëndësishme, por në fund të kësaj interviste besoj se gjithë ju e patë rëndësinë dhe vlerën e saj. Janë të shumta familjet në komunën e Ulqinit të cilët kanë pritur refugjat nga Kosova dhe vitet 98-99 besoj se nuk do të harrohen asnjëherë. Prandaj kur i kujtojmë gjërat, kur i shkruajmë dhe kur i flasim, besoj se më shumë shtohet ajo edhe dashuria për njëri tjetrin dhe kujtojmë se sa mirë është kur shtrim dorën njëri tjetrit. Unë ju falenderoj juve për vëmendjen, ne do të takojmë me ditë e re në ditët në vazhdim. Mirupafshim.